Personat me aftësi të kufizuar kanë zgjedhur të protestojnë përpara parlamentit pikërisht në momentin kur ky institucion po vizitohej nga komisioneri për zgjerimin në Bashkimin Evropian Stefan Füle. Kjo protestë është mbajtur për të shprehur publikisht qetësimin për situatën dhe gjendjen në të cilën ndodhet kjo kategori, por njëkohësisht ata kanë kërkuar që të respektohet rekomandimi 11 i Bashkimit Evropian. Sipas kreut të Këshillit Kombëtar të personave me aftësi të kufizuara, Sinan Tafaj, përjashtimi shoqëror i PAK është shqetësues. Ne duhet të integrohemi në shoqërinë shqiptare. Motra dhe vëllezër, ne sot do t'i bëjmë një mesazh të qartë politikës shqiptare, institucioneve që ai ka prodhuar, por edhe zotit Fyle, se ne mbështesim plotësisht integrimin e vendit, se ne duam të integrohemi në shoqërinë shqiptare, se ne duam të jetojmë me dinjitet, se fëmijët tanë duhet të gëzojnë të njëjtat drejta dhe shanse si fëmijët e të tjerëve, se ne kemi një jetë dhe atë duhet ta gëzojmë me shanse të barabarta. Një shoqëri e drejtë krijon shanse të barabarta. Vetëm një shoqëri e pa drejtë i ndryshon, i deformon ato shanse. Të rinj me aftësi të kufizuara renditën të gjitha problemet dhe mangësitë me të cilat ata përballen çdo ditë në vend, ndërkohë që shteti nuk bën asgjë për integrimin e kësaj kategorie në shoqëri. Përjashtimi shoqëror që na bën neve është një realitet i hidhur, i cili duhet të ndryshojë në të ardhmen. Regresi të drejtave në kohët e fundit ka përgaqësuar së tepërmi gjendjen tonë ekonomike dhe veçanërisht mbrojtjen e shëndetit. Cënimi i shëndetit është një shans jo vetëm i pabarabartë, por dhe mjaft i hidhur. Ne duam që të na jepet shanse të barabarta ndërmjet trajtimit të barabartë për zhvilluar një jetë dinjitoze, jashtë ekstremeve të varfërisë e pamundësive reale. Invalidët shprehin mbështetjen e tyre për integrimin e vendit, por theksojnë se iniciativat ligjore dhe politikat regresive të 2 viteve të fundit nuk e ndihmojnë as pak këtë proces. Invalidët kanë protestuar për të disatën herë ndaj vendimeve të qeverisë, të cilat prekin direkt përfitimet e kësaj kategorie.